sens nuk është logjike. Prandaj prokurorët dhe gjykata duhet ishte shumë e kujdesshme për shumë vite me radhë që ka zbatuar masat e sigurimit, kur ka vendosur masë sigurimi për një vepër penale e cila ka maksimumin dënimit 3 vjet. Kush është arsyeja pse duhet i vendosur arrest në burg këtij personi? Ai më shumë për të më tepër, pastaj që mund të ketë qenë pa precedent penal. Po flasim për rastet e për shembull shkelja e barazisë në tender. Jo, ka një marrë tjetër më të madh dënimi. Po ajo e ka deri në 4. Deri në 4 vjet. Po prap nëse bëhet 5 herë. Ka pas qenë dhënë mjetit pa leje drejtimi që ka pasur shumë raste me arrest në burg. Ka pasur raste për ata që drejtojnë makinën pa patur patent. Pa patent ose në kushte të tjera. Në moshë ose në mënyrë të parregullt. Pra me veprime të tjera. Raste tjera të ndërtimit pa leje u bë masive, prokurori di shumë mirë se vjedhja energjisë elektrike. Dhe ishte pasaj në dorën dhe në bindjen e prokurorit, pra se si do qasej, do vinte me arrest në burg, do vinte me arrest shtëpie, në mënyrë se gjykata vetëm mund ta zbriste, pra mund ta zbusi masën. Ky është parimi i kodit procedurës penale, nuk mund ta rëndoj. Dhe ishte në ato vlerësimin që bënte prokurori kur vinte me kërkesat. Dhe ne si avokat luteshim që prokurori të vinte me një masë but kur kishim raste realisht që ishin problematike, që kërkoi të vazhdonte hetimi pas lloj problemi dhe të qëndronte pa masë sigurimi mbase personi i cili ishte ndaluar. Heqim pastaj rastin e flagrancës që u përmend këtu, si mundet të arrestohet një person për një vepër penale 5 vjet, 10 vjet, 15 vjet, nuk e di për sa më herët. Këtu nuk ka flagrancë, nuk ka më masë sigurimi, s'ke më emergjencë. Këtu është hetoje, kopësit e dosja. Thjesht është ta ndëshkosh tjetrin pa gjykim. Pikërisht. Çohet dosjen gjykat, gjykata do e